Arlind, mirë mbrëma. Mirë mbrëma juve. Ore, qa ndodhi aty një gje, se u morën dhe me këtë ndimësin tent, njeri unë e dytë që këti Muqin. Me deputetin. Me deputetin, sepse edhe me FRPD-n. Qa ndodhi? Jo, nuk ishte konflikt me ne, me sa duket ishte një grup militantës të PD-s që po vjeshin një disa qytetarë, sepse gjithë populli thërret, përveç se Rama Dorheqja thërret edhe Rama Burg Berisha në Burg. Ata derdhin tani menduan se po të shkonin e të pudion. Të bëni pak presion qytetarëve da harin presionin, por kaloi shumë shpejt, nuk ishte asgjë domethënë, kështu që si ja vlen merremi fare me asgjë. Ajo që po ndodh në Shqipëri është historike, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë tonë, domethënë unë pas protestës një orë ta kam qenë marshim bashkë me 10 mijëra qytetarë që vazhdojnë marshojnë po ashtu në për rrugët e Tiranës, është frymëzuese, mund të bëhet vërtet historike. Mund të jepet fund jo vetëm një qeveri të korruptuar, por një sistemi të marrëfund, një sistemi politik kapur nga oligarkët që ka shkatruar themelët e shtetit shqiptar, ka shkatruar ekonominë si model, po themi zhvillimor për të gjithë dhe ka mbjellë korrupsionin nga do. Unë kam qenë optimist për popullin shqiptar dhe atëherë ku pakkush ishte optimist, sepse kam besuar tek nevoja jonë për ndryshim. Dhe kjo që po bën populli sot ylli, nuk duket patetike, unë do flas me patos sepse më ndjej, kam shumë emocion këto momente. Kjo që bën populli ynë këto ditë është vërtet historike. Asnjë popull sot në Evropë nuk po proteston kaq shumë, kaq bukur dhe kaq drejt sa populli shqiptar, dhe nuk është rasti që gjithë mediat e botës. Po mirë tani atë mendim ka. Ndryri thuaj. Gjeni ndryri. Jo mos ka lidhje, po të flasin e gjuhë për protestën në Burg. Po për protestën po flet. Ua? A foli për protestën? Tani, okej, mos e kemi edhe ne mendimet ndryshme këtu, Arlind. Gjithë protestë jemi më. Gjithë protesta është e fryrë me mendimet ndryshme. Edhe këtu të ne ka mendimet ndryshme. To është bukura një proteste masive, që për plot me ide ndryshme, me interpretive ndryshme, po me i qëllim të njëjtë. Dhe qëllimi shprehet në thirrjet që i thrasin mira njerëz bashkë, që po them, dorëheqjen e qeverisë dhe Rama Burg Berisha në Burg. Në një televizion tani më shkruan një që ndjek si emisionit tonë, e zbartin atë kur thuaj Rama Burg Berisha në Burg e zbartin. Regjia jepeni atë se më nxjerrin mua aty pastaj. Që thonë ju them unë flini ju. Apo s'ka, Rama Burg regjim, Berisha në Burg s'ka dalë tani në këtë moment. Do të bëj një pyetje Arlindit apo? Bëj pyetje. Zoti Qori, duke patur parasysh që qëndrueshmëria e protestës edhe në ditën e 9 dhe numri që është në progresiv në rritje, a mendoni që ka ardhur koha që tashmë protesta të formuzoj kërkesat e qarta politike dhe të ketë nga tani e tutje, pra të dali dhe të kryoj një trup e cila ta drejtoj, pra të ketë një kokë e cila ta orientoj gjithë energji pozitive që ka ardhur deri tani, drejt një lëvizje e cila do bëj atë që kërkoj njerëzit protestë. Është dakord si politikan vëlla, si pare e themi. Pyetja me saktë në ditët që jetojmë, në momentet që po jetojmë është pikërisht kjo, Arlind. Se tani aty dalin dhe thonë gjëra shumë të çuditshme, të ndryshme. Dalin dhe njerëz që s'kan dalë ndonjëherë dhe vinë aty studentët e shkretës të drejtë shumë. Dorën disa kërkesa sot. Dorën disa? U deklarua një vajzë që do bëjmë parti. Do bëjmë parti ta? Në më ta thot ai sa ishte atje. Nuk jam përgjigje ylli. Po? Ylli, nëse mund të jam përgjigje sepse jam përdit 4-5 orë jam të përdit me qytetarët. Shikoni, mikrofoni, ata që dalin flasin mikrofoni, janë thjesht qytetarë që mbajnë radhë. Domethënë askush nuk përfaqëson asgjë më shumë se veten e vet. Kështu që ka kërkesa nga të ndryshme, por ama çfarë bashkon protestën janë thirrjet. Dhe thirrjet po them janë dorëheqja e Ramës e panegociueshme, Rama Burg Berisha në Burg që ka kuptimin e shkatrimit sistemit tjetër politik. Unë nuk mendoj që kësaj proteste i duhet kohë, sepse koka do ta trashtonte, koka do ta ndante. Do t'i ndante njerëzit pastaj në ide ndryshme, në parti ndryshme, në fraksione ndryshme. Kush kërkon që kjo protestë të jetë drejtim, mbase ka qëllimin e mirë, pa diskutim, por mendoj se drejtimin, kuptimin e disa fytyrave dhe e kërkesave
Patjetër që do ta përçante protestë. Protesta është e bukur, Arlind, është e jo, madhe. të lutem, të mbetemi te logjika, Arlind, të mbetemi te logjika elementare, logjika e thjesht fare. Në qoftë se ne themi Edi Rama t'i jep dorëheqjen, nuk ka kërkesë tjetër. Ka. Të bëhet kjo, resorti të bëhet kjo. Rama varen kërkesë. Po Rama do kaloj zgjedhje të gjitha, më bien të gjitha. Ka zgjedhje, parlamenti mos zgjedhë kryeministrin të ri. Vendos sovrani popu në zgjedhje. Jep dorëheqje kryeministrit, nuk ndrohet. Po, çfarë të keqe ka? Po të them gjërat e tjera, mos e kërkesat e tjera, po t'i vështirë. Kërkesat e tjera janë parlamentit. Të ndalohet kjo, Të abrogohen ligjet. zonat e mbrojtura, të abrogohet kjo. Po kush ta abrogoj? Unë. Parlamenti. Po nuk e abrogon dot parlamenti pa qeverimo. Po Po qeveri s'po bëhet themi, tjetër. s'po themi të bëhen zgjedhje tjera, mo. Peter Rama t'japi Zazilopari. dorëheqje, mo. Rama si kryeministër të largohet. Edhe Rama t'japi dorëheqje. Po që thos duaj, ç'a i bëhet? Do vazhdoj. Bez Piropali. Shkoj gjej agentët e Iranit. Pali kryeministri thoti. Je fjalë, s'ka Jo rëndësi. pali thot këtu vej. Po kushdo që t'jetë, mo, po ky duhet t'i iki njerë, është pjesë e dytë ajo. Pali kryeministri. Po ylli, ai kontrollon parlamentin tani, ju themi se do Do vi. ma japësh fjalën sepse Shkruaj gjyshata. duhet lëviz për pak. Po. Po, vazhdo. Për pak duhet lëviz. Ma lejo vetëm 1 minutë fundi. Shikoni. Kërkesa kryesore është dorëheqja e Ramës. Tani sigur Rama ta japi dorëheqje sot në darkë, parlamenti do jetë në fuqi edhe për 1 muaj apo 2 muaj. Kështu që kërkesat e qytetarëve të tjera i shkojnë këtij parlamenti, po mbi të gjitha, i shkojnë parlamentit të ardhshëm. Sepse ato kërkesa ambientaliste, kundër ligjit investime strategjike kështu me radhë, do jenë që kanë mbi çdo qeveri tashme, mbi çdo parti që do të qeverisë nesër. Prandaj janë të rëndësishme edhe kërkesat e tjera. Popull, mo? Kështu që mund do ta mbyll me kaq sepse jam i çikushtë të vështira. Pyetja, di kush është? Pyetja është. Kush është Rama që thotë? Po kjo Rama Hamburg, Berisha Është më Hamburg. keqe se këto. Ç'a është? E mbyllim. Tani, Iku. zoti Rakibi, se kjo ishte çik. Jo që kufjet vetë, po. Na iku. A mund të them diçka unë nëse do mund. Të gjithë do themi tani urdhë fol. Sepse ne s'kemi faj. Kjo është një protestë që në çdo sekond nxjerr parrulla pa fund, nxjerr kauza pa fund dhe ne nuk i mbulojmë dot gjitha, mo. Nuk i themi dot gjitha. Po se dalin tani petitja të reja. po, dhe jo në çdo sekond po them, çfarë për ditë. Tani unë do ndalem pak tek ajo pjesë sepse besoj është e rëndësishme. Ne ndoshta nuk do ta gjejmë asnjëherë se kush është truri, kush qëndron prapa, që edhe mund të jenë orë të gjitha gjërat. Po ka një të vërtet madhe që ka një pakënaqësi shumë fish në këtë vend dhe kanë shumë arsye për dal njerëzit. A ka përfitues? A ka përfitues brenda nga opozita? Po sigurisht që ka. A mund të përfitojë edhe Arlindi? Po sigurisht më ka drejt të përfitojë. A mund të kënaqet edhe Greqia, edhe Serbia? Po sigurisht çështja është që ky popull del sepse ka shumë halle zotri. Zonjës unë i bëra një pyetje, të lutem, ta mbaroj pak. Zonjës i thash, e ke bërë ligjin për investime strategjike 2015-2016. Sa kompani të huaja ka që janë këtu? E di çfarë shifre ka? Nuk sa gjë. Po pra. Se bëjmë propagandë gjithë.